Si që dini, sot patëm takimin prekaditor për seancën konstituive. Partia Demokratike e Kosovës ka pozicion të qartë politik. Ne do të jemi në opozit, mirë po ashtu jemi të interesuar që sa më parë institucionet e Kosovës të konstituohen në mënyrë që të fillojmë të adresojmë kërkesat dhe nevojat e qytetarëve të Kosovës. Kaq. Sot jam për të folur vetëm për seancën konstituive, PDK do t'jetë në opozit, jemi vite larg me lëvizjen vetëvendosje dhe shohim fare pak hapësirë për bashkëpunim, këtë qëndrim e kemi bërë të qartë. Mirë po kjo nuk do të thotë që nuk bashkëpunojmë kur janë në pyetje konstituimi institucioneve dhe interesat e qytetarëve të Republikës së Kosovës, por jo në qeverisje. Në ndërkohë që opozita ka nevojë për bashkërindim, po ne ende nuk e dim sakt kur do t'jetë në opozit e kush në pushtet, PDK do t'jetë në opozit. Çështja e presidentit nuk është një vend pune. Zgjedhja e presidentit i mundson Albin Kurtit qeverisje 4 vjeçare. Për ne, po atë sa është i rëndësishëm presidenti, është raporti me SHBA-t, është gazi amerikan, është sektori privat, liria e medjave, mbrojtja e demokracisë, pra ka shumë çështje rreth së cilave ne kemi dallime të thella, dhe zgjedhja e presidentit i mundson Albin Kurtit edhe një qeverisje 4 vjeçare. Nëse kemi këtë reformë politike, jemi në afër zgjedhjeve në pamundësi të krijimit të numrave për çështjen e presidentit, apo ka një formulë tjetër? Janë edhe 98 deputet, pa deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës, ka pasur bisedime më herët, është folur që do të ketë bisedime sërish, por po e ripërsëris. Është shumë e rëndësishme që kuvendi të konstituohet, mos të ketë zhagitje dhe mos të prodhohen kriza të reja institucionale dhe kushtetuese.